Procesi i maturës shtetërore ka nisur edhe në Shkodër, ku 1444 maturantë do t'i nënshtrohen provimit të parë, atij të gjuhës së huaj. Për mbarvajtjen e këtij procesi janë marrë të gjitha masat organizative dhe administrative. Drejtoria e ZVA Shkodër Brisela Kadia bëri të ditur se provimi do të zhvillohet në 6 qendra provimi, ndërsa janë angazhuar mbi 160 administratorë për menaxhimin dhe monitorimin e tij. Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga Ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këtij procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit me AK edhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësi të zhvillojë një test normal apo një test të veçantë dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kadia theksoi gjithashtu se vitin e kaluar Shkodra numëron 15 medalje të arta, ndërsa shprehu pritshmëri për rezultate të larta edhe këtë vit nga maturantët. Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mosluhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më e rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta, sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10.00, pra që e kanë mbyll procesin me notën 10.00. Ndryshe nga viti i kaluar, ku ishin 1430 maturantë, këtë vit provimeve të maturës shtetërore në Shkodër do t'i nënshtrohen 1444 nxënës ose 14 më shumë.